Miq Prizmës, për artistin Fatmir Juka ka qenë një ditë e mrekullueshme, dita e dieshme, sepse një nga veprat instalacion të tij është vendosur në një nga sheshet e Bajzës. Sigurisht ka qenë një projekt, dhe ky projekt i ndjekur nga artisti Juka ka pas si qëllim vijshmërinë e artit të tij, dhe sidomos ai art i shprehur në folklorizmin e jashtëzakonshëm, kthyer në modernitet përmbi xhubletën. Sigurisht ka vite që artisti Fatmir Juka e ka studiuar, e ka vendosur në atë që konsiderohet panteoni i veprave të tij, dhe që është sigurisht xhubleta, e ka përfaqësuar në shumë vende, përfshi edhe Kosovën, dhe njëkohësisht ka marrë edhe vlerësimet e duhura. Por kësaj radhe xhubleta u kthye në një model aplikativ i jashtëzakonshëm, një mjeshtri e përnimit të hekurit, dhe njëkohësisht asaj që konsiderohet pjesë monumentale e kuptohet e xhubletës dhe përfaqësimit të saj. Sigurisht që unë jam duke folur dhe ju po shihni foto, por unë duhet të them këtë gjë. Fatmiri është nga ato artist thellësisht qytetar, shkodran, i cili xhubletën e ka vlerësuar jo thjesht si pjesë artistike, jashtëzakonisht e bukur trashëgiminë, por si një model i cili duhet ruajtur për ta paraqitur në kohën moderne dhe projektuar në të ardhmen si identitare, si pjesë identitare tonën, si pjesë krenarie tonën, si pjesë që na dallon nga bota për vjetërsinë që kemi. Xhubleta është ajo trashëgimi 14 vjeçare e cila na barazon me kulturën mikenase, bile mund të kalohet për sa i përket edhe veshjes aktuale, sepse aty pikërisht e kanë humbur, nuk e përdorin më, në malet tona është përdorur deri në kohët e fundit. Dhe akoma mund ta prodhojnë dhe akoma mund ta bëjnë. Dhe këtë gjë e bën një qytetar i mirëfillt, një artist qytetar shkodran i mirëfillt, si Fatmir Juka. Ndiqeni fjalën e tij. Po kam dashur me pru shpirtin e kësaj veshje, historinë e saj, kompaktësinë e saj. Pse prej hekuri? Po shumë bukur e përmendin dhe kryetari në fjalimin e tij. A nuk mendojmë tonë se ka ardhur koha që Malësia, Bajza në këtë rast, e cila e ka mbrojt këtë tokë me gjak, me hekur e me shpirt e me qelik, sot ky hekur e qelik mu kthy në diçka të bukur, mu kthy në diçka estetike, që të hujt vizitorët, jo vetëm prej vendeve tjera, po edhe prej Shqipërisë, kur vinë, mos na përjetojnë vetëm matë gjendjen e të drejtës me kënë të vrasht për me mbrojt historinë, po dhe të drejtës me mbrojt bukën që e rrim me kriju. Në fjallën e tij. Miq Prizmës, pika e dytë është një nga ato vlerësimet, është bërë, Mariana Koçeku është bërë tash fenomen i këtyre ditëve, dhe sigurisht që duke u bërë fenomen i këtyre ditëve, ai fenomen krijon edhe kushtet për të bërë edhe bisedat, opinionet tona, po njëkohësisht edhe për të ndarë një herë për gjithmonë nga ajo që në kulturën tonë politike është e pabesueshmja, nuk mund të bëhet e besueshme. Në të vërtetë, në kulturën moderne të rrjeteve dhe të marrëzisë përgjithshme, edhe më e pabesueshmja bëhet besueshme. Edhe sigurisht sot Zonjush Koçeku ka botuar një diçka, sepse ajo komunikon nëpërmjet Facebookut vetëm. Dhe thotë, i kërkoj falje prej zemre thethit, ajo ngjarje ka kenë nërgoditjet më të mëdha emocionale që kam marrë në jetën time. Unë nuk kjaj, por një ato ditë kam kja ma shumë se kur më ka vdek baba. Betohem në 7 shenjtorët që besoj ma shumë, se tash kam me ju përfaqësue si duhet. S'ka me ju fyë kush ma ato male si që kanë fyë. Edhe sigurisht ajo kërkon të falur
thethit për veprimin e prisjes atyre ndërtesave edhe ndërtimeve pa leje që kishin aty. Nuk e di, a besoj nëse besoj, unë për vete se besoj këtë ndeshmëri edhe për 7 shenjtorët. 7 shenjtorët në këtë rast duhen lanë një anë, sepse vetë kjo që po flet nuk është kaq e vogël, nuk është adoleshente. Është një vajzë e rritur edhe shenjtorët kanë qenë në ato momente kur shikoje fadromat. Por nuk po e diskutoj këtë punë. Po diskutoj një problem tjetër. Tashmë Mariana Koçeku është numri 1 i listës së demokratëve. Edhe këtë kam ngritur si problem. Edi Rama ka kryer një fitore të jashtëzakonshme sepse i ka katapultuar numër 1 të listës nga Partia Socialiste ke Partia Demokratike. Të gjithë ato deputet Partisë Demokratike, edhe këtë e kam shkruar, nuk janë vetë se burokrat dhe salikrat. Mariana Koçeku jo se i drejtohet në mënyrë të qartë, të përveçshme edhe sigurisht me target atyre që i konsideron bashkëpatriotët e tij. Ajo bën zhurmë më tepër se sa Bjefjara bën zhurmë Barspajia, Kliti Hoti, ajo zonja tjetër që është deputete, sigurisht. Dhe normalisht edhe se Tet Kopliku, që nuk është deputet, sepse sigurisht nuk ishte në listat e mbyllura siç ishte Mariana Koçeku. Pra, kjo bën zhurmë dhe është një katapultim i shkëlqyer. Ju shkoni ju bashkohet me rezistencën e jashtëzakonshme, një autoktone e cila edhe përbetohet, është përbetohet kundra bajrave, është përbetuar të 7 shenjtorët që beson më shumë, ju është betuar edhe thethjanëve, dukagjinësve, atyre banorëve të thethit, sepse nuk ka për të leju që t'i fyj ma kërkush. Ka shumë përbetime dhe betime kjo vajzë. Prandaj në këtë pikë i them bravo të madhe Edi Ramës, që ju krijove numrin 1 të Partisë Demokratike, duke qenë pak më përpara, shumë pak më përpara, numri 1 i Partisë Socialiste. Kjo është edhe logjika e sotme e fakteve politike në Shkodër. Dhe më vjen keq që e them këtë, por këtë lloj logjike e krijon vetëm Edi Rama. Ai është artisti që i krijon këto instalacione. Këto instalacione të jashtëzakonshme, të cilat janë instalacione politike, po që përfaqësohen nga njerëzit dhe që përbëjnë edhe zhurmën e sotme në Shkodër. Përndryshe, Shkodra është fjetë përveç fadromave, makinerive, punojësve të Benet Becit. Ata punojnë, në gjërat e tjera Shkodra është fjetë përveç në idorëheqje të Tonin Gjurajt edhe rebelimit të jashtëzakonshëm, kalimit nga numër 1 i Partisë Socialiste në numër 1 të Partisë Demokratike të Mariana Koçekut. Por për të gjitha këto që po flas, ka një autor, dhe ky është Edi Rama. Nuk e di për mirë apo për keq, këtë gjykojeni ju, sigurisht. Por autori është Edi Rama. Ai i përgatit këto lloj instalacionesh politike, edhe ne pikërisht këto instalacione diskutojmë me njëri tjetrin. Dakord, miqtë mi? Miqtë Prizmos, në të vërtet ka kaluar dita 18 dhe sot, kur unë po bëj klipin, është dita 19 e protestës. Dhe sigurisht fillon ajo mungesa e origjinalitetit, e tresë. Dhe sigurisht fillon edhe mërzitja, përsëritja. Megjithatë nuk po duhet që diskutoj këtë problem. Po diskutoj problem tjetër, sepse në rrjet ka dalë një listë me akademik thonë ata të protestës në mbrojtje dhe në përkraje të protestës, edhe janë rreshtuar shumë emra të atyre që kanë doktoratura akademik. Ata mund të jenë në zonat e tyre që punojnë, në vendet e tyre të punës mund mos të jenë në akademizëm, se janë në vendet e tyre të punës,
dikush edhe nuk punon fare, por që kanë një titull doktor. Një pjesë të marrë aty, po një pjesë jo të marrë aty, të marrë këtu vend edhe që kanë ikur. E përbashkët atyre është që kanë ikur nga ky vend. Disa më rezultuan që nuk ishin as më nëshi kosovar, pra ata kanë ikur. E përbashkët atyre është që nuk jetojnë në Shqipëri. Dhe janë për kraje të protestës. Nuk e di sa e vërtet është lista dhe sa si t'ju them tash, e vërtet është bashkëpunimi, se mund t'jenë futur edhe emra të tillë. Por ai që shkruajt ishte kjo. Normalisht është e drejta e gjithkujt që të bashkohet. Por të quhen akademik shqiptar në emigracion, duhet kemi parasysh diçka. Ata janë njerëz që jetojnë, kanë zgjedhur të ikin nga ky vend. Kanë ikur. Dhe ta politizosh, mund të kenë ikur për 20 vjetësh, për 5 vjetësh, për 25 vjetësh, për 35 vjetësh, nuk ka rëndësi. Kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria. Të rrisin fëmijët jashtë, shumica e fëmijëve tyre nuk din as shqip. Një pjesë e madhe. 2-3 prej tyre që i njofta, fëmijët i kanë shumë të vështirë, fëmijët e tyre kanë shumë të vështirë klasën shqipe. Një pjesë po janë treguar patriotë vërtet, ju kanë mësuar gjuhën. Kanë vendosur që të largohen nga ky vend dhe të kontribuojnë aty ku kanë shkuar. Të paguajnë taksat e atij vendi ku kanë shkuar dhe të jenë qytetar të ditëpërditshëm të atij vendi ku kanë shkuar. Çfarë dua të them me këtë punë? Ju thoni që unë duhet të kem respekt, dhe unë sigurisht që kam respekt për këta njerëz. Por imagjinoni sa respekt kam në krahasim me këta, për ata që nuk janë larguar dhe që janë këtu. Që kontribuojnë këtu, që rrinë me hallet e këtij vendi. Që kanë pikërisht ato hallet që kërkojnë, dalin nga një herë dhe ke protesta, dhe që janë hallet vërteta. Ata kanë një mangësi të jashtëzakonshme, kanë ikur nga ky vend. Sigurisht që nuk mund t'i përjashtojmë edhe kjo fjale e imja nuk është përjashtuese për të. Po ka diçka. Nuk krahasohet. Nuk mund të krahasohem unë që kam zgjedhur me ja 2 emra që janë nga Shkodra aty dhe kanë ikur. Njëri prej tyre që vazhdon të flas budalliqe dhe marrina, me emrin Muka, e mori e bëri zëvendësministër Edi Rama, siç i bën si rasti i Mariana Koçekut. Dhe pastaj ai u acarua, pas edhe ka drejt që i acarohet me Edi Rama. Problemi është se edhe atëherë kur erdhi iku vrap, sepse nuk e mban dot këtë vend. Këta njerëz nuk kanë mbajtur vendin e tyre, prandaj kanë ikur. Nuk ka plotësuar kushtet vendit të tyre dhe prandaj kanë zgjedhur të shkojnë në emigracion. Njerëzit që janë për të respektuar rrinë këtu, kontribuojnë këtu, përpiqen këtu, përballen këtu me çdo lloj qeverisje, me çdo lloj padrejtësie. Këta janë patriotët e vërtet. Tashti, të lutem, shenja patriotizmi me ata që kanë ikur, kanë lënë vendin e tyre, ju lutem mos egzagjeroni se pastaj do fillojë edhe zemrata. Jo zemrata ime, po edhe një populli që nuk flet si ju. Nuk do të merret fare me këtë punë. Po ju thot, shkoni ma shikoni punën tuaj aty, vazhdoni, paguni taksat e atij vendi që jeni. Mos u merrni me ne. I zgjidhim vetë ne punët tona. Sepse kështu i bie. Nuk mund të paguash taksat e atij shtetit ku ke ikur dhe të shesesh mend atij shteti që nga ke ikur. Nuk mund të marrësh peshën e një shtetit si Gjermania, Italia, bie fjala, ose Kanadaja, ose Britania, Anglia, të shesesh mend tu, United States. Të fillosh shitjen e mendve. Nuk i shitet mend atyre që vazhdojnë të jetojnë, përballen në vështirësitë, me padrejtësitë, me ato spitalet e kritikueshme, me ato shkollat e kritikueshme. Njerëzit që përballen me këto janë patriotët e vërtet, jo ata që ikin. Patriotët e vërtet janë jo ata jashtë, janë këto brenda. Dhe që përballen për ditë edhe me padrejtësinë. Për ditë me ndryshimin, për ditë me atë që konsiderohet vështirësi.
Tash mos na shitni shumë mend me lista prej akademikësh. E para nuk është e vërtetë se jeni akademik është ti je antari i akademive të shkencave. Edhe aty nuk më rezultoi që ti ishit kaq shumë akademik. E dyta, nuk besohet shumë lista se mund të jetë fake, firmosin e saj, dhe e treta, mos e harroni kurrë këtë. Kurrën e kurrës, edhe ata që e bëjnë listën, edhe ata që e propagandojnë, po dhe ata që e firmosin. Sepse keni mangësi të jashtëzakonshme për ikjen nga atë dhe ujuj. Keni zgjedhur të jetoni jashtë. Duhet të qëndroni gjithmonë në këtë lloj kompetence. Shembulli juaj është ikja. Ju keni ikur nga padrejtësia, nga zgjedhja juaj, nuk më intereson fare. Një pjesë e popullit është këtu, unë jam këtu. Shumë akademik janë këtu, veprojnë këtu, mirë keq janë këtu. Ju nuk jeni këtu, keni zgjedhur Gjermaninë, Italinë, keni zgjedhur Francën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë, Spanjën, Kanadan, këto vende keni zgjedhur. Ky nuk është acerimi jemi, kjo është një vërtetë e madhe, mi po shqiptarët acarohen me të vërtetën kur ja thuan sy. Dhe ju keni mbetur shqiptarën nëse acaroheni. Patriot është ai që lufton, jeton, kontribon për vendin e vet, në vendin e vet. Jo nga mijëra kilometra larg. Ai thjesht është një njerëz që ka nostalgji. Dhe ata që pastaj japin udhëzime janë edhe njerëz që shesin mend. Ose më mirë të themi, në Shqip shesin portë. Bashkohuni me protestën, hajdeni protestoni, lëreni punën, lëreni kontributin dhe rrogën atje dhe protestoni nëse keni dëshirë. Firma për të shitur mend shqiptarëve që janë brenda, atyre që janë kontribuent këtu, që jetojnë me hallet e këtij vend, që përballen me vështirësitë dhe përballen me padrejtësitë e këtij vend. Nuk keni nevojë të jepni sepse nuk ja pranon kush, nuk ja pranon kërkush. Njerëzit që përballen pikërisht me vështirësitë e vendit tyre janë akademikët më të vërtetë. Me problemet e urbanit që ikën e vjen, me problemet e makinave, trafikut, me problemet e korrupsionit, me problemet e administrimit keq, këta janë njerëzit. Jo ju që keni zgjedhur të ikni. Dhe të mësoni administrimin që ju ka ndërtuar vendet e tjera aty, që ju kanë bërë gati vendet e tjera, që ju kanë bërë gati francezët, italianët. Nuk e keni bërë ju. Jeni kontribuent, po e kanë bërë ata. Ju duhet kishit bërë vendin tuaj. Nuk e keni bërë, keni zgjedhur të jetoni atje. Boll tash se na mërzitët. Boll tash se kjo është paturpsi e jashtëzakonshme. Ju respektojmë dhe mbas edhe ju duam shumë, por për të na shitur mend mos na shitni më. Dakor?